Vetë Herzli shpjegoi në pamfletin e tij të vitit 1896, Shteti Hebre, se projekti sionist ndante me antisemitët dëshirën për ta zbrazur Europën nga hebrejt dhe për t'i dërguar ata në një territor kolonial jashtë saj. Ai përshoi hebrejt në terma hapur antisemit si një popull borgjez dhe këmbguli se hebraishtja nuk duhet të ishte gjuha e shtetit të hebrejve, as jidishtja, të cilën e përqeshi si gjuhë getoje dhe një zhargon të mjerë e të gjymtuar, apo si gjuhët e fshehta të burgosurve. Ai preferonte gjermanishten. Në dietaret e tij, Herzli shkroi se antisemitizmi ishte më shumë se i kuptueshëm, ishte i dobishëm dhe i shëndetshëm për karakterin hebre, duke përbërë një edukim të një grupi nga masat. Ai shtoi se përmes goditjeve të forta do të vendoset një mimikri darwiniane. Dramat e Herzlit të shkruara para themelimit të organizatës sioniste u kritikuan nga bashkëkohësit hebrejnë për paraqitet e tyre të krishtera të hebrejve. Ai gjithashtu përdorte shpesh epitete antisemite, duke i referuar kritikëve hebrej si parazit hebrejnë.